Ish banorja e shtëpisë më të famshme Gerta Gixhari është një personazh mjaft i dashur për publikun shqiptar. Qëndrimi i saj në shtëpinë e famshme zbuloi një pjesë tjetër të karakterit të Gertës, e cila u pëlqeu shumë nga publiku dhe deri diku fancat mendonin se ajo ishte fituese e publikut që i rrëmbeu zemrat e të gjithëve, por që në fund nuk ja doli përballë gjestit, pasi ky i fundit u shpall fitues. Siç e kemi thënë dhe stërthën, Gerta Gixhari është mjaft aktive në rrjetet sociale dhe her pas here ndan momente nga përditshmëria e saj me fancat. Por së fundmi, Gerta Gixhari për herë të parë ka ndarë një moment të rrallë me ndjekësit teksa shihet duke kaluar kohë me djemtë e saj, të cilët i përmend të shumë gjatë kohës sa ishte brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri. Por nga ana tjetër, para se të bëhet pjesë të shtëpisë së famshme, ajo është treguar mjaft e rezervuar duke mos publikuar pamje kurrë me fëmijët e saj. Ky veprim i Gertës ka marrë mira komente duke e cilësuar si një nënë e përkushtuar dhe një bashkëshorte e denjë. Nga ana tjetër, na duhet t'ju themi se Gerta Gixhari për sa kohë ishte brenda shtëpisë së famshme, pati përplasje të shumta dhe të njëpasnjëshme me konkurrenten tjetër, Rozana Radi. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.